Elon Musk largohet nga administrata Trump. Elon Musk po largohet nga roli i tij qeveritar si këshilltar i lartë i presidentit Donald Trump, pasi udhëhoqi përpjekjet për të reduktuar dhe reformuar burokracinë federale. Largimi i tij njoftoi të mërkurën në mbrëmje shënon fund në një kapitulli që përfshiu mira largimi nga puna, shuarjen e agjencive qeveritare dhe një sër padish. Ai uli ndjeshëm objektivin për shkurtimin dhe shpenzime fillimisht nga 2 trilion në 1 trilion dhe më pas në 150 miliard dollar. Her pas here ai përplasë me zyrtarë të tjerë të administratës Trump, të cilët e konsideronin pa dëshiruar përpjekjen e tij për ndryshuar strukturat e departamenteve të tyre. Roli i Musk në administratë ishte që në fillim i përkohshëm dhe ai së fundi kishte dhënë sinjale se do të rikthehej në drejtimin e bizneseve të tij si prodhuesi i makinave elektrike Tesla dhe kompania hapësinore SpaceX, e cila lëshoi një raketë dje e cila shpërtheu në ajër. Megjithatë, zyrtarët e administratës nuk ishin të qartë për momentin e saktë kur Musk do të largohej nga drejtimi i departamentit të efikasitetit qeveritar i njohur si DOSH. Ai njoftoi papritur largimin në një postim në rrjetin e tij social X. Me përfundimin e afatit tim të planifikuar si punonjës i posaçëm i qeverisë, dua të falenderoj presidentin Trump për mundësitë që më dha për të reduktuar shpenzimet e kota, shkruaj. Misioni i DOSH do të forcohet gjithnjë më shumë duke bërë pjesë e kulturës nacionale në të gjithë qeverinë. Njoftimi i vjen një ditë pasi CBS publikoi pjesë në një interviste në cilën Musk kritikonte ligjin kryesor të agjendës së Trumpit, duke thënë se ishte zgënjur për atë që presidenti e quante projekt ligji i madh i bukur. Ligji përfshin një kombinim të uljes së taksave dhe forcimin e kontrollit të migracionit. Musk e quajti atë projekt ligj shpenzimesh masive që rrit deficitin federal dhe minon punën e departamentit të tij për efikasitet. Trump, duke folur nga zyra ovalet, mërkurën mbrojti agjendën e tij, duke theksuar politikën delikate të negociatave legjislative. Nuk jam i kënaqur me disa pjesë, por jam entuziazmuar me të tjerat, ai, duke shtuar se do të shohim si do shkojë, ka ende rrugë përpara. Projekt ligji kaloi në dhomën e përfaqësuesve dhe po synohet në Senat. Mandati 130 ditori Elon Muskut si punonjës i posaçëm i qeverisë administratës Trump pritet të përfundonte rreth datës 30 maj.